Qeveria indekson të gjitha kategoritë e pensioneve në masën 2.7%. Vendimi i Këshillit të Ministrave hyn në fuqi nga data 1 korrik përfitojnë 900.000 persona. Thellohet skandali i kompanisë Orial, shkon në 64 numri studentëve të helmuar, por AKU, këmbgulse subjekti që ofronte ushqimin, kishte kushte të përshtatshme. Dënohet me burgim të përjetshëm Flauren Dervishaj, 35 vjet heqje lirie. Julian Meçes shpallen fajtor për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doj. Kryeministri Rama ironizon protestuesit që i kërkojnë dorëheqjen, thotë se nuk ka ndërmend të largohet dhe kujton objektivin antarësimit brenda 2030-s. Noja. Përshëndetje zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Qeveria vendosi sot indeksoj të gjitha kategoritë e pensioneve me 2.7%. Nga vendimi që hyn në fuqi nga 1 korriku, do të përfitojnë 900.000 persona. Këshilli i Ministrave po ashtu miratoi edhe 300 kreditë të buta për punonjësit e administratës. Nga data 1 korrik, të moshuarit do të kenë rritje të pensioneve. Këshilli i Ministrave miratoi indeksimin në masën 2.7%, ndërsa në total do të jenë 900.000 përfitues. Këtij viti që nga data 1 korrik, në vitin 2026, pra, ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta apo edhe përfitimet e barlindje janë rreth 900.000 përfitues. Gjithashtu, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahima i bëri me dije dhe miratimin e 300 kuotave për kredite buta për punonjësit e administratës. Ne sot miratuam kuotat për 300 kreditë buta, të cilat do të jepen me normë interesi 0 për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota. Ndryshe nga herët e tjera, në daljen para medjave, ministrat u pritën me thirrje të disa protestuesve për dorëheqjen e qeverisë. Por, në përgjigjen për gazetarët, ata u shprehën se kjo gjë nuk do të ndodhë. Unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me zë të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit. Mbartim shumë përgjegjësi karshi qytetarëve, karshi vendit, karshi një kontrate që ne përfaqësojmë këtu, ne nuk kemi vetëm vetvetja, dhe është shumë e rëndësishme të kuptohet që është në radhë parë një në respekt të vetë protestës si institucion, që ne cilemi me përgjegjësi ndaj gjithë atyre që na kanë votuar, pavarësisht se sa mund të jetë realisht ky numër sot, pavarësisht se sa dhe cila mund të jetë ndjeshmëria edhe votuesve tanë, dhe ne duhet respektojmë shumë natyrisht vullnetin e të gjithë qytetarëve. Ministrat theksuan se Shqipëria ndodhet në një situatë të mirë dhe se nuk mund të hidhet poshtë e gjithë puna e bërë nga mazhoranca ndër vite. Numri i studentëve të helmuar në Akademinë e Sigurisë në Tiranë ka shkuar në 64, ndërkohë prokuroria po heton përveç kompanisë Orial edhe autoritetin kombëtar të ushqimit. Kjo për faktin se ky institucion i kishte hequr masën e bllokimit subjektit në rastin e parë kur u helmuan 58 studentë të tjerë. Thedhohet skandali i helmimit të studentëve të Akademisë së Sigurisë, helmim që dyshohet se u shkaktua nga ushqimet e shërbyera nga kompania private të cateringut Orial, e cila administrohet nga Alma Tafani. Sipas të dhënave, numri i studentëve të helmuar ka shkuar në 64, krahas 60 kursantëve të parë, 4 të tjerë janë paraqitur në urgjencë po me të njëjtat simptoma. Ndërkohë policia dhe prokuroria e Tiranës vjojnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqjet e ngjarjes. Dosja e helmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me rastin e parë, ngjarje ndodhur në fillim të muajit maj të këtij viti. Përveç kompanisë Orial, që shërben ushqimin me catering në Akademinë e Sigurisë, burime bëjnë me dije se hetimet kanë përfshirë dhe autoritetin kontrollit ushqimor. Ky institucion po hetohet për të verifikuar nëse pas rikthimit të aktivitetit të Orial në akademi ka kryer ose jo kontrolle të tjera në ambientet e saj gjatë 2 muajve të fundit. Komisariati numër 1 në Tiranë ka marrë në pyetje administratorin e Orial Alma Tafani, e cila ka deklaruar se ka bërë çdo ditë furnizimin me ushqim për studentët e akademisë, siç e parashikon kontrata.
Ajo ka thënë se çdo vakt ushqimor është gatuar dhe më pas është shpërndar sipas procedurave normale, duke respektuar kushtet e higjienës. Në pyetje gjithashtu është marrë kuzhinieri, stafi tjetër që bën ndarjen e ushqimit në porcione për studentët, stafi shpërndarjes e të tjerë. Pjesë e procesit të marrjes në pyetje janë nështruar dhe studentët e helmuar. Deri në këtë fazë asnjë person nuk është marrë në hetim, sa i takon skandalit të dytë, po mlidhen prova dhe do të jetë prokuroria më pas që do të vendosë se cilat persona do të vendosen nën hetim në lidhje me helmimin e 64 studentëve të Akademisë së Sigurisë. Ndërkohë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në një reagim thotë se nga verifikimet në Akademinë e Sigurisë u konstatua se subjekti ushtronte aktivitetin në kushte higjieno-sanitare të përshtatshme dhe me dokumentacionin shoqërues të përshtatshëm. AKU bën me dije se është kryer kampionimi 14 mostrave, 7 nga vakti i drekës dhe 7 nga vakti i darkës, për analizim për treguesit mikrobiologjik dhe se u mor mas për ndërprerje të aktivitetit deri në dalje të përgjigjes analizave. Në rastin e parë ku helmuan 58 student, AKU dhe pse bllokoi aktivitetin e Sorial dhe më pas e riktheu, ndërkohë që u mjaftua vetëm me një gjallë për 1.5 milion lekësh. Gjykata e posaçme shpalli sot vendimin përfundimtar për organizatorët e atentatit ndaj ish-prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi i tij. Togat e zeza vendosën të mbyllin përjet në qelip Laurent Dervishajn, ndërsa Julian Meçe do të vuajë 35 vjet burg. Më herët është dënuar po me burgim të përjetshëm edhe Redian Raja. Shpallet fajtor Laurent Dervishaj dhe Julian Meçe për tentativën e ekzekutimit të ish-prokurorit Arjan Doja. Gjykata e posaçme dënoi Dervishajn për jetë, ndërsa Meçen me 35 vjet heqjelirie, duke pranuar kështu kërkesën e prokurorisë së posaçme që në këtë çështje u përfaqësua nga Adnan Xholi. Më 1 nëntor të 2019-s, te mbikalimi i Shkozetit u qellua me breshëria automatiku ndaj automjetit me të cilin udhëtonte ish magjistrati Doja së bashku me Aleksandër Lahon, që njihet si Rumi i Shijakut. Nga atentati mbeti i vdekur shoferi i prokurorit Andi Maloku. Në sallën e gjyqit, i ati i tij tregoi se ai ishte punësuar vetëm një muaj më parë, ndërsa vetë Arjan Doja shpreu ngushëllimet e tij për djalin 24 vjeç që ndroi jetë disa ditë pas ngjarjes. Në rrëfimin e tij për togat e zeza të gjykatës së posaçme, tentativën për vrasje, Arjan Doja e lidhi me profesionin e tij si prokuror. Më 6 maj të 2022-shit, ai u shkarkua nga vettingu pasi ngeli në kriterin e pastërtisë së figurës. Atentati ndaj tij u zbardh nga rënja e SKCC-s ku u provua ekzistenca e krimit organizuar. Me vendim të formës së prerë janë dënuar më herët Redian Raja me burgim përjet, Ariol Halilaj me 35 vite, Ramazan Raja 6 vjet, 5 vjet e 4 muaj është dënuar Genti Ndërjaku, 4 vjet e 8 muaj Bashkim Haxhia, si dhe 4 vjet e 4 muaj Julian Pietri, të gjithë për vrasje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Kryeministri Edi Rama ju është përgjigjur me ironi kërkesave të protestuesve, ku më kryesorja është dorëheqja e tij. Shefi i qeverisë ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të largohet, teksa ka kujtuar premtimin për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Kryeministri Edi Rama vijon me reagimet për protestat. Në një postim në rrjetet e tij sociale, renditi arritjet e qeverisë që ai drejton, duke ironizuar kërkesën e qytetarëve për dorëheqjen e tij. Dorëhiqu për transformimet e zonave urbane dhe rurale, dorëhiqu për aeroporte, dorëhiqu për turizmin që shënon shifra rekord, dorëhiqu për negociatat që u hapën, dorëhiqu për konferencën e 8 ndërqeveritare, dorëhiqu për kthimin në shinat e ekonomisë, dorëhiqu që sot keni rritur pagat në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. Dorëhiqu sepse sot protestohet paqësisht dhe në dritaren tënde nuk ka snajper. Dorëhiqu për transformimet në arsim, shëndetësi, infrastrukturë dhe jo vetëm. Mesazhin e tij Rama e shoqëron me një foto, ku i kërkohet dorëheqja, por shton vitin 2030, kjo kur qeveria ka premtuar se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Realiteti është bezdisës për ata që jetojnë me nostalgjinë e krizës së përhershme. Dorëhiqu sepse e ktheve Shqipërinë në një vend që sot respektohet ndërkombëtarisht. Ose mendoje kështu, dorëhiqu në 2030-ën. Nuk do na duhesh atëherë, por do të kujtojmë me siguri. Qytetarë dhe aktivistë prej 26 ditës protestojnë në bulevardin Dëshmorët të Kombit përpara kryeministrisë, ku përveç largimit të kryeministrit Edi Rama, kërkojnë anulimin e projektit të Zvërnecit dhe transparencë nga qeveria. Mazhoranca dhe opozita kanë lexime të ndryshme për protestat. Për bashkëkryetarin e Komisionit të Territoriales, Arbian Mazniku, ato tregojnë nivelin e lirisë në një vend demokratik, por Luciano Boçi bën thirrje që qeveria të reflektojë dhe të ballafaqohet me qytetarët.
Protestat për çështjen e Zvërnecit sollën reagime nga anëtarët e Komisionit të Posaçëm të Reformës Territoriale, të cilët vijojnë turin e takimeve në çdo bashki të vendit. Nga Korça, bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku i cilësoi tubime si një fenomen normal që ndodh në çdo vend demokratik. Shqipëria është në një rrugë të zhvillimit të demokracisë. Kështu ka qenë gjatë kësaj kohe dhe kjo është një proces i cili është krejt normal. Jemi një vend i lirë, njerëzit kanë mendime ndryshme, debatojnë, diskutojnë, zhvillojnë. Sot jemi për një dëgjes për reformën territoriale që është pjesë e një procesi ku me mekanizmat që demokracia ka, të gjitha ato, nga dëgjesat, ke parlamenti, ke zgjedhjet, ke protestat, ke peticionet e diskutimet. Kjo në fakt është shenjë një demokracie të shëndetshme, ku të gjitha këto gjëra funksionojnë, kemi diskutim me zgjidhje palëve dhe në fund fare me mekanizmat që prapë demokracia ka, ç'është zgjidhje me zgjedhjet me Por ndryshe mendon demokrati Luciano Boçi, i cili u shpreh se diskutimet për reformën territoriale janë të kota, në një kohë kur qytetarët kërkojnë largimin e qeverisë aktuale. Ka një lloj nonsensi, por unë gjykoj që çdo fjalë e një qytetari brenda në sallë është një formë e protestuarit për gjitha ato probleme që po protestojnë sot qytetarët. Ky rast ballafaqimi ka qenë rasti i parë dhe vërtet me zor i kanë përtypur fjalët që kanë thënë qytetarët. I pyetur nga gazetarët për thirrjet se në protestë nuk kërkohet vetëm largimi i qeverisë, por edhe i liderit të opozitës, Boçi shtoi se ato janë kërkesat të simpatizantëve socialistë dhe jo të protestuesve. Kryeministri Edi Rama mirëpriti në Tiranë ish presidentin e Francës François Hollande, të cilin e nderoi me medaljen e artë të mirënjohjes publike për kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në rrjetet sociale, kreu i qeverisë cilësoi vizitën e ish kreut të shtetit francez në Tiranë si një privilegj, duke vënë theksin tek mbështetja e tij e vazhdueshme për Shqipërinë. Citoi kryeministrin në sherr mirënjohjeje për miqësinë, mbështetjen dhe kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës, pata nderin t'i akordoi medaljen e artë të mirënjohjes publike, shprehet kryeministri Rama. Rama vlerësoi gjithashtu rolin e ish presidentit Hollande në promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe mbështetjen për integrimin evropian. Do të lidhemi tani me gazetaren Cecilia Afrangu, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit në ditën e 27 të protestës të qytetarëve. Cecilia, përshëndetje. Po përshëndetje Megin, ne aktualisht ndodhemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku protestues të shumë pritet të mblidhen në sheshin përpara kryeministrisë, një protestë kjo në ditën e 27 të saj, ku qytetarët fillimisht në orën 19 mblidhen në sheshin Skënderbej e më pas do të marshojnë drejt bulevardit, ku do të shpalosin sërish kërkesat e tyre. Anulimin e projektit të Zvërnecit e gjithashtu edhe largimin e panegociueshëm sipas qytetarëve të kryeministrit Edi Rama. Në përfundim, qytetarët pritet që të marshojnë edhe në disa prej rrugëve kryesore të kryeqytetit. Mirë Cecilia, unë të falenderoj për informacionet. Ne do të kalojmë te të tjera zhvillime. Dy persona kanë rënë në prangat e policisë në Shkodër, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pas një konflikti me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e 25 qershorit në lagjen 3 Heronjt. Fqinjët Ndoc Lufi, 63 vjeç dhe Aleksandër Fojleta, 27 vjeç, pasi u përfshin në një konflikt për motive të dobta, qelluan me armë zjarri për të kanosur njëri tjetrin. Nga të shtonat u dëmtuan porta e oborrit të banesës së 63 vjeçarit dhe një automjet i parkuar aty. Gjatë kontrolleve të kryera, efektivët sekuestruan një zjarri Kalashnikov që dyshohet se është përdorur gjatë konfliktit, si dhe municion luftarak dhe 4 kallëp lënde të dyshuar plase tritol në banesën e 27 vjeçarit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita prezantoi planin e masave për mbarvajtjen e sezonit turistik. Ai tha se vëmendje do t'i kushtohet sigurisë së pushuesve në plazhe dhe parandalimit të aksidenteve rrugore. Çdo mjet lundrues i huaj që do të vinë në Bregdetin shqiptar nuk do të regjistrohet në pikat doganore, por regjistrimi i tyre do të bëhet në hapësira detare. Kjo për të shmangur fluksin dhe rradhët e gjata për ata që zgjedhin vendin tonë për pushimet e tyre. Risia u bë e ditur nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita gjatë prezantimit të masave të ndërmarra për mbarvajtjen e sezonit veror.
Duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë njërisi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruese direkt në hapësirën detare nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Hita paralajmëroi zero tolerancë për mjetet lundruese, sidomos për jet skit. Krahas masave për sigurinë detare, Hita tha se monitorim të rrept me pajisje teknologjike do të ketë në akset rrugore. Rrugët e Shqipërisë duhet të jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimum i teknologjisë me qëllim që të parandalohen aksidentet dhe të evidentohen shkelësit e kodit rrugor. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari u shpreh se siguria është prioritet për zhvillimin e turizmit, jo vetëm në atë bregdetar, por dhe atë malor. Një vend i sigurt nuk ndërtohet me fjalë, por me shumë punë e përkushtim. Me njerëz që zgjohen të parët dhe flen të fundit. Dhe këtu e kam fjalën pikërisht për ju, për punonësit e policisë shtetit, e cila ka barrën kryesore në këtë muaj me fluks të lartë udhëtarësh dhe grumbullimesh në zonat turistike të vendit. Sezoni veror nuk është thjesht periudhë pushimi. Është prova më e madhe e shërbimit tuaj. Policia nisur nga fluksi i lartë i turistëve ka shtuar numrin e sporteleve në pikat kufitare për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë në hyrje dhe dalje të vendit. Pamjet që do të ndjekim tani tregojnë agjentët e antidrogës duke arrestuar një 35 vjeçar në afërsi të fshatit Bërzhit në Tiranë. Në pranga përfundoi Eral Tafani, i cili prej kohësh ishte në ndjekje pasi ishte përfshirë në shitjen dhe shpërndarjen e kokainës dhe kanabisit. Gjatë kontrollit të tij fizik, por edhe në banesë u gjetën mbi 800 gram kokainë dhe më shumë se 500 gram kanabis, po ashtu janë sekuestruar edhe disa shumë aparash si dhe makina e të arrestuarit. Nga hetimet rezulton se ai e kishte siguruar lëndën narkotike në zonën ku ka si dhe në qytetin Studenti. Ministri i Bujqësisë Andi Salla lajmëroi shtyrjen me 10 ditë aplikimeve për skemën e mbështetjes për fermerët. Në një konferencë për shtyp, ai sqaroi edhe përpjekjet që po bëhen me Komisionin Evropian për të zhbllokuar fondet e IPARD. Kjo e premte shënoi afatin e fundit për fermerët për të aplikuar për skemën kombëtare, por Ministria e Bujqësisë njoftoi shtyrje. Ministri i Bujqësisë Andi Salla deklaroi se fermerët do të kenë edhe 10 ditë kohë për aplikime. Sipas tij, deri tani kanë aplikuar rreth 40.000 fermer. Duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme të aplikimeve që fermerët mbase nuk kanë pas kohën e dur të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që me mjet stafit ton të ministrisë ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Gjatë ditëve në vijim, Ministria e Bujqësisë do të presë një delegacion të Komisionit Evropian për të diskutuar për zhbllokimin e fondeve të IPARD-it. Jemi në proces e sipër dhe na duhet edhe shumë pak ditë deri javën që vjen për të shprehur zyrtarisht se ditën apo mënyrën se si ne do të qasemi për IPARD-in. Po jemi në një proces shumë pozitiv. Mbetemi shpresë plot që IPARD-i të jetë sa më shpejt dhe duke dakordsuar gjithmonë me Komisionin në mënyrë që ne t'i vëmë dispozicion dhe fermerëve një shumë për 148 milion eurosh. Ministri Salla u ndal edhe te debati i ditëve të fundit për projektligjin që lejon të huajt të blejnë tokë bujqësore në Shqipëri pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne do të dalim në konsultim dhe më pas do të marrim të gjithë vlerësimin e duar. Kjo kërkon disa vite, nuk është e tanishme, pra kërkon një proces shumë të gjatë, mbi 7 vite, që nuk është për të miratuar tani dhe është një proces që besoj që do vite për të konsultuar, për të amenduar dhe për të pasur në një proces të tillë akoma më keq për ta kaluar si thoni ju tani në aspektin ligjor. Gjatë konferencës së përbashkët me homologu nga Kosova, Andi Salla kujtoi për fermerët edhe skemën e garancisë sovrane, duke theksuar se ajo do të ndihmojë bujqit e blegtorët të aksesojnë kredi me norma të ulta interesi në bankat e nivelit të dytë.
Guvernatori Gent Sejko tha se pagesat digjitale janë rritur me 25%, ndërsa janë shtuar kufizimet për ata që përdorin paran kesh. Megjithatë, ekspertët vërejnë se janë rreth 5 miliardë euro që ende përdoren në treg jashtë sistemit bankar. Një shtet që synon të funksionojë gjithnjë më shumë përmes transaksioneve bankare, duke reduktuar në maksimum përdorimin e paras fizike, duket se po hedh hapa përpara. Këtë e tregonin edhe të dhënat që paraqiti guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko në një aktivitet të zhvilluar në Akademinë e Shkencave. Për të nxitur përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, kemi ndërhyrë me masa rregullatore për vendosjen e kufive maksimal në komisionet me të cilat ngarkohen qytetarët, duke bërë edhe diferencime midis pagesave në ark dhe pagesave në distancë ose pagesave elektronike. Kurorëzimi i gjithë iniciativave ligjore dhe infrastrukturore është padyshim antarësimi ynë si Shqipëri në sistemin evropian të pagesave SEPA. Por ndërsa pritej që sasia paras fizike në qarkullim të binte, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë të kundërtën. Parat që lëvizin jashtë sistemit bankar kanë arritur në rreth 5 miliardë euro, duke shënuar rritje nga muaj në muaj. Kjo shpjegon që shkalla e informalitetit në Shqipëri vazhdon që të jetë një shqetësim serioz. Fakti që qarkullojnë rreth gati 5 miliardë euro, ekuivalenti gati 5 miliardë eurove, qarkullojnë jashtë sistemit financiar tonit, do të thotë që informaliteti në ekonomi vazhdon që të ketë rritje, nga në vend që të ketë një reduktim. Megjithatë, kalimi drejt një ekonomie pa kesh, edhe pse ndihmon në luftën kundër informalitetit dhe rrit transparencën, si edhe rreziqe për qytetarët. Dhe një nga rreziqet mendoj që lidhet me çështjet e sigurisë dhe me humbjen e privatësisë, është një nga do thoja anët disavantazhet e këtij sistemi të ri. Por siç e thash, kjo varet nga gjetja e një balanci midis interesit që ka në tërësi shoqëria njerëzore. Ndërsa Shqipëria po afrohet me standardet europiane në fushën e pagesave elektronike, sfida mbetet bindja e qytetarëve dhe bizneseve për të braktisur pagesat fizike. Muajt e verës shoqërohen me vatra të shumta zjarresh, veçanërisht në zonat pyjore. Nisur nga përvoja e viteve të kaluara, shërbimi zjarfikës i Shkodrës ka ndërmarrë veprime konkrete për t'i paraprirë çdo emergjencë. Me nisjen e sezonit turistik veror, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit në Shkodër ka hartuar një plan të posaçëm masash për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe vizitorëve gjatë muajve të verës. Për shkak të temperaturave të larta dhe rritjes së fluksit turistik, shërbimi zjarfikës është angazhuar në forcimin e kapaciteteve operacionale për përballimin e situatave emergjente. Po, këtë vit kemi edhe dumet efektiv më shumë, kemi shtu edhe dumet efektiv të rolit bazë. Me mjetet jemi mirë, pavarësisht se janë mjetet të përdora, por janë gjitha nga dëshmëri. Kemi 7 automjetet që janë për të luftuar zjarrin, një autoshkallë, janë në gjendje punë gjitha. Duke ju referuar përvojës së viteve të kaluara, drejtori i shërbimit zjarfikës tha se me rritjen e temperaturave rritet edhe rreziku për zjarre. Zonat më të rrezikshme që kanë prezencë zjarri janë Gurin e Zi, Vukaton, zona e Malihebes, Berdica, zona Oblix, pra janë zona ku ka prezencë barishtje, e cila gjatë korrikut me ngritjen e temperaturave fillon të thahet dhe është shkak për zjarret. Në kuadër të masave parandaluese, një grup zjarfiksish është vendosur tashmë në Velipoj, një nga destinacionet kryesore turistike të qarkut të Shkodrës. Aty në Velipoj instalojmë një mjet me 3 efektiv. Për të kapur në moment rastin, pastaj nëse ka nevojë që zjarri është i përmasave që kërkon ndihmë, shkojmë nga Shkodra me mjete të tjera. Nisur nga situatat e vështira të përjetuara ku zjarfikësit e Shkodrës janë përballur me vatra të shumta dhe intensive zjarri, Ponari apelon për vigjilencë të shtuar nga ana e qytetarëve. Janë publikuar këtë të premte rezultatet e provimit të matematikës, testi i tretë i maturës shtetërore. Të dhënat tregojnë se matematika mbetet provimi më sfidues për maturantët, me mesataren dhe kalueshmërinë më të ulët krahasuar me provimet e tjera. Sipas statistikave, 645 maturant nuk arritën të kalojnë testin, ndërsa 241 nxënës u vlerësuan me notën 10. Kalueshmëria e këtij provimi rezultoi 97.43%, ndërsa nota mesatare ishte 6.74, me ulta e regjistruar deri tani në provimet e maturës. Me publikimin e rezultateve të matematikës, maturantët tashmë presin edhe notat e provimit me zgjedhje, i cili përmbyll zyrtarisht procesin e maturës shtetërore 2026.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është gati të bashkojë votat e saj me Albin Kurtin për formimin e institucioneve të reja, por kjo ndim vjen me disa kushte që lidhen me çështje ekonomike dhe që nuk përjashtojnë as propozimin e Ramush Haradinajt për president. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka bërë të ditur se partia e tij nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve të reja, duke konfirmuar gatishmërinë për të siguruar edhe kuorumin e nevojshëm nëse kërkohet. Megjithatë, gjatë një konference për mediat ai theksoi se ky kontribut kushtëzohet nga disa kërkesa për hapa konkrete që mbrojnë interesat e qytetarëve. Nuk do ta pengojmë themelimin e institucioneve në asnjë mënyrë. Nëse ka nevojë për quorum, do ta bëjmë quorumin. Por na duhet poster, zotimi i poster me shkrim, që këto veprime do të ndërmiren. Në kundër vlerë nuk kërkojmë asnjë gjë. Në konferencën me gazetarët, Gjini u ndal edhe tek mundësia që Ramush Haradinaj të propozohet për postin e presidentit. Nëse Ramush Haradinaj do të propozohet për president, vlen e njëjta formulë, për ne kishme qenë nder, por nuk jemi duke e vendosur si kusht. Ne mendojmë që Kosova nuk kish mujt me pas president më të mirë se Ramush Haradinaj tash, mirë po nuk po dojmë me bloku Kosovën për këtë bindje tonën që është e plota dhe e pandryshueshme. Kushtet e paraqitura përfshin pranimin e projektit amerikan për gazin, ndërtimin e një termocentrali me qymyr, ngritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla deri në 100.000 euro, lirimin e tokës bujqësore nga taksa e pronës si edhe financimin e plot buxhetor për projektet e pezulluara të infrastrukturës. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.